E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak qëndrimet e Fabiolës, e cila tashmë për herë të parë, domethënë ka folur dhe ka treguar hatërmbetjet e saj. Fabiola ka treguar që nuk ka pritur disa reagime që sipas saj janë dukur shumë të tepërta. Për shembull, ai nuk ka pritur që Ermali të ketë atë qasjen dhe të poston atë videon me gjithë atë dedikim kushtuar kundërdrejt Fabiolës, sepse sipas saj kjo është një anim i vetëm që një opinionist mund ta bën kundërdrejt banorëve të tjerë. Okej. Bazuar për shembull në këtë rast me Arber Hajdarin, i cili është me vite të tëra opinionist në Big Brother, Arberi pa marrë parasysh se çfarë situatash kanë qenë, pa marrë parasysh se çfarë qëndrimesh janë mbajtur brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Arberi në asnjë mënyrë Instagramin e tij oficial nuk e ka përdor për të dhënë mesazhe dhe për të anuar kundërdrejt banorëve. Do të thënë, unë mendoj që deri diku Fabiola kishte të drejtë për situatën e krijuar. Por, nga fakti që për herë të parë në një medie i thuhej një moderatore skuçk, një fjalë e cila erdhi që Fabiola tha unë e kam thënë vetëm për ta thyer atë normalizim që i bën fjalës së Mozës, unë mendoj që Ermali për këtë gjë reagoi, se zakonisht Ermali nuk ka reaguar deri më sot për fermerët në Instagramin e tij, nuk ka reaguar për lojën në Instagramin e tij, do të thënë çfarë ka patur opinion e ka dhënë brenda studios së fermës, sepse në momentin që del jashtë studios së fermës nga opinionisti, unë mendoj që merr krejtësisht një kuptim tjetër dhe nuk është më brenda lojës, por del në personale dhe del në pëlqyeshmëri. Dhe në këtë rast, do të thënë, unë e pash një Ermal i cili në moment reagoi, por kjo nuk do të thotë që ajo vendos edhe momentin e bindjes së Ermalit për lojtarët. Fabiola ka të drejtën të mërzitet, sepse opinionisti në momentin ku reagon krijon edhe një dinamik më të fortë, do të thënë gjëja vuloset, por gjithsesi Ermali nuk pati një reagim. Unë pata që Ermali të reagoi për ngjarjen, do të thënë doja ta dëgjoj këtë gjë. Realisht më vjen pak çudi, sepse si opinionistët në Ferma Club, si opinionistët në Ferm janë shumë të cekët rreth ngjarjeve, do të thënë nuk janë të zëshëm, nuk janë dinamik, nuk janë energjik, për shembull siç ishin të fan clubit dhe të Big Brotherit që bënin Big Brother jashta spektaklit dhe bënin namin. Do të thënë këto i shohin shumë të tërhequr, sikur duan vetëm t'i marrin lekët dhe nuk ju intereson asnjë gjë tjetër përpos kësaj gjëje. Unë uroj që të reflektojnë, të krijojnë dinamika, të krijojnë ngjarje që vërtet publiku të ndërthure dhe ta shikon këtë spektakël. Por nga ana tjetër mua më duk pak si hatërmbetje e pavënd ajo, sepse unë mendoj që Ola duhet të ta kupton fjalën që e ka thënë dhe jo të kërkon hatërmbetje tek opinionistët.